Vatra, emër i shenjtë, amaneti i brezave, flaka që nuk shuhet kur, kremtohet në Boston. Vatra Boston mblodhi komunitetin shqiptar në Massachusetts në një aktivitet të ngrohtë adhetare kulturore duke festuar 2 vjetorin e ringritjes së saj si simboli i historisë, identitetit dhe vlerave kombëtare. Pas hymneve, moderatorja Doriana Dhima prezantoi një video përmbledhje të aktiviteteve të Vatrës gjatë 2 viteve duke ofruar dhe promovuar shqiptarët në Boston. Kryetari i Degës, mentor Maksuta, u shpreh se kjo ditë është një dëshmi e gjallë e vazhdimësisë së një ideali dhe përkushtimit ndaj kombit. Ai theksoi se Vatra ka qenë dhe mbetet emër i shenjtë për shqiptarët në Amerikë, ndërsa Degës së Bostonit i atriboi rol një hapësire të gjallë aktivitetesh, dialogu dhe ruajtje të gjuhës së traditave shqiptare. Maksuta e prezantoi dhe kalendarin e vitit 2026, përfshirë webpaqen e re, festat kombëtare, aktivitetet kulturore dhe mbështetjet për studentët. Sekretari i Federatës Vatra, Dr. Pashko Cama, i përshëndeti në emër kryesisë, ndërsa editori i Diellit Sokol Paja vlerësoi rolin patriotik të Degës së Bostonit. Faleminjoje së dhanë edhe përfaqësues të komunitetit si Andrea Pani dhe Endri Kume. Në fund të mbrëmjes u ndan certifikata minjoje për bizneset e individët që kanë mbështetur veprimtarinë e Vatrës në Boston, si dhe u falenderuan organizatat shqiptare në institucionet fetare për bashkëpunimin.